Është i ri. Ja, kanali Pisk. Pisku. Piske? Pisk puna, pra? Si është puna? Si mendon se si është puna? Pisk. Ishte pisk. Nuk është pisk? Ja. Si është? Fidoja sigurt. Është mirë? Mirë. Mirë fare? A, do bëhet edhe më mirë, edhe do bëhet edhe më mirë. Po e beson ti për shembull kam të temën sot. E beson ti që këtë që tha kryeministri që shqiptarët vetëm për një sezon pune në Bregdet marrin 30-40.000 euro. Një kamarier, le të them. Një sezon. Një sezon. Çfarë, ja shumë pak valla. Ma 100.000 euro, 200.000 euro. Po, pra, ai ka statistikat e gabuara. Gjithë ata që japin statistikat kryeministrit që thon 30.000 euro. Ja. Do të rifreskoj si janë të viteve të hershme. Masaluni kryeministit se ka hallat e veta. Ashtu, bravo. Ka ai tuftë lashëm, i kapti ka këtë popull, gjymsën e ka këtu gjymsën e shtetit. Ajo është për munohet mi mbledh. Ai munohet të grumëlloj. Ai nuk o thjesht që mendo për vete. A kupto ti? Nuk mendo, jo mendo për ne. Për ne. Po sigurisht, për ne. Për ne. Po tjetër. Ashtu. Ne shiqyr që e kemi, nuk e di çfarë po bëhet gjë luftë e madhe, gjë propagandë kaq e madhe nëpër media, nëpër televizion, që e shajnë, ofendojnë, bëjnë gabimin më të madh. Gabimin më të madh bëjnë gjë media, që dalin e shajnë dhe thonë, gjithë këto që flasin ti nëpër rrugë. Tonë kanë sytë në vend, nuk vjen se ka djadh, është hajdut thonë. Po s'është fare. Ç'çef, gjej, lëllë epitete që vjen valla. Ço më ke më bëj ku gjej. Si mundet më burrë? Si mundet? A ka pas një Shqipëri njëri kaq mirë si ky? Po çfarë po le të do ta fillojmë nga fillimi? A bëj jogu? I çoj në Angli. Enver Hoxha në Japoni. Po. Edi Rama në Dubai. Po. Ku është më mirë? Rama me Leverdiku në ra. Në Dubai pra, i sillin lekë tu. Rama me Leverdi, ne ta karam, ne pa buk. Po. Kjo. Ashtu. E meshë me racion. A di si parimi komunizmit o kështu, se ne këto komunistën. Edhe to, po këta janë komunista moderu. Parimi, lene popli pa buk më sa me në politika. Po. Kjo parimi. Parimi e Enver Hoxhës. I Stalinit, i Leninit, aty ka qenë dy klusha kurva ata në Rusia, vaje epët mos e hipta atë që po folë. Po mirë, nëse të mos e hip për frikë, jo, po mos e hip për publikun. Për publikun, për çështje etike, për frikë. Tash çe do bëjmë? Na pas një frikë. Ja, ti do të arrit edhe pensionin këtu për shembull. Flasim për të. Kush ka arrit pensionin? Po ky po. Kur? Si arriti pensionin? Yeah! Po ti. Po çe botë më valla. Ku e morë veshin ta arrit pensionin ne? Gjithani thuat valla. Ja, do të arrisi. Po, jo vallë bonusin tani. E ardhme për parme. Edhe për parme, pra, thotë. Gramatik. E ardhme para parme. Para parme. Ajo është e kryer të kaluar. Ajo e ka të kaluar. Është mi botë tjetër, do komplet. Jo s'lodhe, ti po na hap syt më. Po na hap syt tani. Ti na çela rajë me Alegenit, po ose po zon për Robertin, ha. Ka qenë ajo Shqipëria kaq mirë sa sot. Dija këto. Unë. Shqipëria. Historikisht, më lule se lule ato ja kamori. Turist. Ja, çe tha Robertin Nika, ke pa koncerte 36. Ç'sho? Na lekë tho. Shko blej lule tha pazar tha. Beshiva, tha, sa erdhe këtu dhe shkarkova tha. Bej lekë tha. Lule tuk e ne dhe hajnë gomerë dhe. Ja, vetëm pare shire me para tha. Këtu hajnë gomerë tha. Anë këtu këta pëjmë të për gëmorë. Si uno, zotë rode. Si uno. Problemi është Allah. Sa kujtove me atë filmin atë. është po njëta gjohë dhe sot apë. A ka ndryshu në gjohë më... Ma keq ashtu? Mo ke si koncert 1936? Zogu, në gjatë thajme. Të vinë dhe dy cingije dhe ti bëjmë që teatr, popli dhe qikme, ha? Ata pra dhe bësalitat e në Hoxhës, për lene dhe. Qingijet për bëshëm, ato këtej koncertet 36. Dhe sot koncerte lule gjona... Turist. Ky mund komunizmi, pas ka që rroj felto, mos jenë e ti që komunizire. Kalli pas ali që rroj felto. Që thu ti. Një së të gjë. A ke pa filmin, që maja kur idhë që themele ta? Ja, këse maj menon, si s'kam pas. Ati thuje, Rishad Arbonës. Ishe Beqiraga aty në filmi, Rishad Arbona. Tha Beqiraga tha, dërzo Florit tha se do të nërtojmë Shqipërinë. Nërtojnë me dhe të shpresi, që me pandemia do në me nërtojnë. Me fash problemi këtu, asë kush nuk e ka nërtu Shqipërinë, o zbukuru Tirana. A i që ka po që ta zbukuroj Tiranën, a i ka zbukuru me mor pare. Lale, a i bim mene disa o Tirana. Jo, më lali, jo. Shisa janë ato? Janë miliarda dollar.
Miliarda shkojnë ma tonë detit, miliarda në detit. Dhe po dhe i thot të shi, kopjojnë se Liberishën, të të bëjt 200 euro pensionet. Qe, po, të kejtë 12 vjetë më për edhe, se ta këthejmë kështë sere, që kejtë 12 vjetë për shetë më për edhe. 12 vjetë, ka i 1000 lek në vit të kësherboj, i thëshin 12.000 lek. E vërtetësh. Pa bëjmë këpim. Jo, ke drejt. Jo, përgjithësim, du të theksoj për shkak se e bësh çdo ditë të gjë, të paktën për gjithë ata që në ndjekin, e kuptojnë të pjesë që pjesa e parë ishte ironi, ishte sarkazëm e gjitha. Kupton që jo për ta qartësuar edhe për njerëzit. Flasim realitet tani. Dikush bëdaj se tu ka shumë pensionista që e votojnë prapë person. Ke shumë. Ke shumë. Unë nuk e kuptoj tash. Ti tash do e di Ramën, apo do tavolinën e shtëpisë, a ka gjotë sipër me hangër. Të s'kuptoj jo. E vërtetë është. Ta nuk më rrit kuptoj. Nuk të Unë s'po dua se Liberishën. Bravo, jebe këtu. As njonin. Tavolinën e shtëpisë pra. Bravo. Pse s'flasim për tavolinën e shtëpisë pra? Pa ata të ngjarja ime gjom zjerm, jam rregull. Po zotni, i pyetje thjesht kam unë. Pse kemi kthy këto politikanët, të pushtetarët, këta njerëz që do të ishin shërbëtorë të këtij vendi që zgjidhen domethënë një herë në 4 vite? Pse kemi kthyer kaq lart, më kemi kthyer si perënim, e shohim Edi Ramën si Jo, unë ti, se njerëzit. Po. E shohin një pjesë që kanë interesat e veta, normale. Ka interesa. Edhe baba nuk është e dota shumë. O lajdashun, baba se shëve se baba nuk jep shuk për lek. Ai merr shuk për lek atë. Baba se bjo, baba vetëm të marrë ke shtëpia. Tha çon ke për rrogën ke shtëpia dhe mua thotë. Se blem ta jona të blem sapuë, të blem ilaç për deverët. Po. Ashtu. Kurse ai ti. Pse shohim kështu këto le të themi lider, ato udhëheqësi. Jo, unë nuk i shoh për shemb. Jo ti, sepse arrim se kemi në pikë. Problemi o vllai dashun, ti mos i pa në këtë formë. Problemi është sepse tu ka Jesu, u deshe Liberishat në ledhi për dënë. Lovaritet e të shë. Kush e se vëndëso? Asë një. A do Lulbashës të rathoj. Lulbashë i do 4 vjeqin. Ilir Meta i do 8. Asho. To janë... Po kush është më e harit në tomo, se s'po morën vesh? Asjoni. Bashë me Ramën kanë fillu tani ku i o Rame, ku i o Bashë, Berisha, tani, a është koha për Berishën prapë? Së është pra, i bimo këthi prapë mrapsh? Nuk është, jo, Berisha ka ardhë mrapsh, po ne do në qoj parç, këtë rrallë majme që do të themo, po këtu shumë për ta thonë në mikrofon, ashtu, majme në seri Berisha ka përdojnë diçka. Ka përdojnë diçka thua? Po. Po dhe Elena do tjere? Tu do t'jemi prapë ti me mikrofonin, ai me kamerën, në unë pa jojnë, hish me qonë dorë. A menojnë që mund t'ketë edhe i pak të fshet, le themi, disë Berishës dhe Ramës? Berishës dhe Ramës, pak të fshet? Shumë vëllaj dashon, ti ishe pak të fshet, zi Amerikani këtu më për edhe, pa qarë forë. Kush Amerikan, për atë lasin? Ba, shenisë kështu këta. Do bëjmë ke, mori të ulanë balla më librash, në pësan 21.000 vota. Që se kështë morë gjithë pësëja, i morë e tje. I ke meri sa valë. Për sërit e thota e zona të thotë. A ka vlerë, besoni që ka vlerë vota shqiptarve? Ka. Vota ju e kërë? Ka. A njët vota ju e thoni ju? Ka, njifet. Ku e keni ka i bindur të që thoni? Në parë të shi. Gjithë këmi le që shkën, kush ato që nëmërohen? I qojnë aty ku dunë, ki kuti aty... Kush ojnë qëtër, kush ojnë? Ata po që thatë ju? Ati janë Allah zjedhet. Kush janë në sa herë që janë bë zjedhe duke ne, sa herë që janë numëruar dhënë të rihapen kutit? Se ishe aja, që ishe aja Kimi këto, Kimi Jangu, që i Kimi, e për që i Kimi të mu, bari reshën që Kimetja, a që këto e, të bo pushat për pësën. Po si dhe e mësëtore Amerikanët bëj pushat, që e dhe jemi. E s'ka pun parë me të gjonë. Pa mërësit në ina për një vogël, e në ina në të rekin gjithë veshin. Ne në të rekin gjithë veshin. Pa ne që... Po shive, po të shohash për shemull, gjigë qytet, ka që bukur, me lule, me gjëra, me njerëz, gjallëruar, energjie, papar. Mungon diçka? Boni inventar, legu mungon, boni inventar në përqepa. Jo, nuk mungon legu, lek kanë gjithë. A? Kanë lek gjithë. Sa lek e din? Që e ke me mirë.
Që e kemi mirë, unë ndje kom orë pensione, kam 5 lek. E ke 5 lek sot. Jo, i mungon Erion Velia, kryetari i bashkisë. Ata e kanë akuzuar kot. 130 milion dollar. A ne po i pat morë, nuk kena jo e modë. Asnjë. Para xhepi, 130 milion dollar. Bëjna Google. Çani truz. Asnjë. Ka bata më vllaj që ka i gërmë më shashë ti. Ai të fik derën. Ai të derën. Ai e çon vinin grobesh ka thonë gjithë ekonomi. Në tek lëvizje që bën. Në tek lëvizje. Po se kuptojnë do? Nuk e shumë. Nuk e kuptojnë. Jena shumë larg. Ja, shumë. Ai para ne ju them që tash aty them unë të është net, faleminderit që bomi që gallaca, nuk se rruj fort në për këto televizionet. Simonika se edhe se rrun. Tani nuk e di tani që ka hyrë Ilir Meta më. Jo, thjesht më se thotë se mos e fal. Ju ka disa dhurata, ju ka disa. Do ta presim. Edhe herë prapë, edhe herë se rrun për as. Si fare. Pik mua bedi. Unë ju sugjeroj që ta shihni 2 herë këtë intervistë që apo do të më pa 2 herë. Te pisku pra e tham. Çaron se radio në YouTube. Gjithë tani, gjithë botën. Edhe Trumpi do ta shohë këtë. E ke pa telefonin tim, e kam me butonin më valla. Po çaj, një muna. Kjo telefonim. Pa çaj, e kam të jashtë. Do ta japi me satelit nga lart. Atë e dhujti. Nga lart, me satelitët që kanë nisë Rama lart. Ty në televizor. Po, do hapim kështu, si po qiell, do thënë kokën gjiro kështu, do ndriçojmë botën. Do ndriçojmë botën. Veç telefonik. Jo, se e blen gjithë pastaj se ato telefona që përdorin të çuna. Jo, është telefoni. Ta merr Erion Velia e përdor në burgu direkt. Veç kështu këtë. Se do më thonë aty. Se per Nokia. Zotnit për shnes, jeni mirë. Dorësh net, jeni mirë. Mirë pas.